Ky premtimi i Edi Ramës që ma jepni mua e pushtetin që të mbroj shpatën e drejtësisë nga politika është një lloj si premtimi ujkut, ma lini mua mishin se nuk ka për ta ngacmuar asnjë. Natyrisht sepse do ta hajë ai vet. Dhe për ta mbështetur këtë, shikoni pak foton më poshtë që është shkëputur nga një takim i Ramës në një njësi të Tiranës së Partisë Socialiste dje në darkë. Shikoni pak. Gjysma e ekipit drejtues tu është në SPAK. Ogerta Manastiliu është në SPAK, Soni Laqato është në SPAK, Elton Kacidja është në SPAK, Olta Gjashka është në SPAK. Këta ku t'ja thyen shpatën SPAK-ut, jo më t'ja mbrojnë. Dhe jo vetëm këta, por edhe tek lista e mbyllur e kandidatëve për deputet, që do t'jenë deputet të sigur presupozohet. Shikoj pak, Edi Rama është në SPAK, Ogerta Manastiliu në SPAK, Elisa, Lindita, Tauland Balla, Albana, Delina, të gjithë 70% e listës është në SPAK. Këta ku t'ja thyen shpatën SPAK-ut. Dhe prandaj njerëzit nuk do t'ju japin votën. Sepse e para njerëz që kanë hallin që nuk e dinë se sa do soseni deri në 11 maj. Se po fironi rrugës, Erion Velia është duke pritur shokët aty. Dhe e dyta, ai e di që po ja u dha ju pushtetin, ka shumë shanse që t'i mbetet shpata varë në fund. Prandaj nuk e bën dhe nuk ka për ta bërë. Po gjithsesi ti vazhdo me propagandën. Njerëzit nuk janë më budallënj, e kuptojnë.